Nga sot, qytetarët e Prishtinës do të paguajnë me tarifa të reja për transportin publik, ndryshimet përfshin pothuajse të gjitha kategoritë e biletave, ndërsa komuna ka vendosur çmime më të ulta për ata që zgjedhin pagesën digjitale. Pse është marrë ky vendim? Çfarë përfitime sjell për qytetarët dhe pritet ndryshime të tjera në transportin publik? Këto do t'i flasim me drejtorin e mobilitetit në komunën e Prishtinës, zotrin Pollum Bajqinovci. Faleminderit shumë që jeni sot këtu. Faleminderit Dona në përkushtimin e juaj që informatat të jenë sakta, të jenë drejt për drejta edhe t'ju dedikohen qytetarëve. Me shumë kënaqësi. Tregon fillimisht ishte shumë vap, pat ndonjë temperaturë pak më të lehtë sot, asi ishte kryeqyteti në këtë kohë. Pak më e lehtë, mirë po është verë dhe po mendoj që po adaptohemi. Tek është fillimi. Dhe është mirë që të shfrytëzojmë edhe transportin urban në këtë kohë, sepse i kemi kushtet më të mira ku po besoj. Është ndotja dhe ngritja e temperaturës vjen edhe prej shumë automjeteve që i kemi në rrugët e kryeqytetit. Prandaj edhe transporti publik, edhe shfrytëzimi më i madh i saj që është prioriteti i kryeqytetit do të jetë edhe njëra prej alternativave që në të ardhmen kemi më pak edhe ndotje, po edhe temperatura të larta në kryeqytet. Dhe po flasim sot, në fakt është komentuar shumë kjo çështja e ngritjes tarifave të themi të transportit publik. Por para se të vazhdojmë të kjo, kam një mesazh nga kolegu Batir Cakolli, më thotë që është gjetur trupi i pajeti 25 vjeçarit në liçenin e Batllavës, nuk e di nëse regjia ka mundësi të na jep edhe pamje. Gjithsesi ky është një lajm të cilin po e ndërlidhim me atë që e tha Bekim Latifi më parë, që momentet kur kemi zhdukje të personave në ujë, pra janë vërtet të rënda dhe pritja është jashtëzakonisht e vështirë, për fakti që është gjetur trupi i personit, është njëra prej të themi lajmeve të mira në krejt këtë tragjedi. Pas pak, Batiri më njofton që do të kemi informacione të tjera dhe më shumë edhe pamje. Sigurisht ne do të provojmë që të lidhemi edhe me kolegët tanë gjatë këtij takimi për të kuptuar më shumë rreth këtij rasti. E rëndësishme që është gjetë trupi i pajet i 25 vjeçarit, i cili ishte futur për të notuar në ujërat e liçenit të Batllavës gjatë ditës djeshme. Zotri Bajqinovci, kërkoj ndjesë për këtë ndërprerje. Kishim më shumë rëndësi. Regjia më thotë që i kemi edhe pamjet nga atje. Mundem me i pas pamjet, Maxi? Okej. Ndalje, ja? Kemi në dalje, janë këto edhe pamjet që ka dërguar ekipi Radio Televizionit 21, Antigona me Beratin, kanë qenë që nga orët e para të mëngjesit në liçenin e Batllavës, ne patëm mundësi të marrim informacione nga banorët, nga Antigona, por në të njëjtën kohë folëm edhe për krejt këtë çfarë ndodh dhe që raste të tilla nuk është që janë të rralla në liçet e Kosovës. Shihen familjarët duke pritur si duket për ndonjë lajm, dhe e rëndësishme është që tashmë trupi i pajet i 25 vjeçarit, i cili u tha se po shoqërohej nga një vajzë diku rreth 24 vjeçare me të. Emri i personit në fjalë është Lirim Ruhani, 25 vjeçar, i cili ishte futur në ujërat e liçenit të Batllavës dje në mesditë, pasi kishte marrë njërin nga këto varkat të cilat merren pranë liçenit, dhe ishte futur në ujë dhe prej atje nuk ka pasur informacione rreth tij deri në këtë moment kur tashmë është gjetur trupi i tij nga ekipet e kërkim shpëtimit, të përbërë nga FSK-ja, policia, zhytësit e ndryshëm që kemi në vend. Gjithsesi, për më të rejat ne do t'ju mbajmë të informuar. Edhe një herë të lutem, më fal, Plum. Të lutem, atëherë nëse më lejote, Dona, lajmi trisht, ngushëllime familjes Ruhani dhe sigurisht se gjithë qëndrojmë pas në këto momente kur humbi jetën një i ri. Shumë e vërtet. Kjo është puna jonë që duhet kalojmë nga tema në temë dhe pa dashur të mos respektojmë dhimbjen e të tjerëve. Po flasim për tarifat të reja, të cilat janë paraparë që të hyjnë në fuqi nga sot. Cilat janë ndryshimet kryesore që duhet të dinë qytetarët, zotri Bajqinovci? Atëherë faleminderit shumë. Sot fillon përditësimi i tarifave të reja të biletës të transportit urban në kryeqytet. Një kohë të gjatë nuk është bërë,
pas planifikimeve, sigurisht analizave financiare dhe atyre operacionaleve, është pa e domosdoshme ky ndryshim, për arsye se trafiku publik në kryeqytet është duke kaluar në disa faza. Njëra prej fazave është digitalizimi komplet i këtij shërbimi, pastaj jemi duke tentuar që trafikun ta përfshijmë në gjitha lagjet dhe fshatrat e kryeqytetit, po ashtu edhe të kemi shërbim më të mirë. Andaj një lajm i mirë është se bileta nuk është rritu për të gjitha, themi, për kategori të shtritu, mirë po, për ata të cilët synojnë në të ardhmen të marrin kuletën digjitale, atëherë bileta ka mbet me 0.60 cent. Bileta ditore është rrituar në 0.80 cent, kurse kuleta digjitale përmban biletën ditore, javore dhe krejt ato ofertat që kemi brenda saj, për arsye se tentojmë që me digitalizimin komplet të flotës së trafikut urban, të mundsojmë edhe qytetarëve të përdorin kuletën digjitale, e cila realisht do të bën edhe një efektivitet më të madh dhe sigurisht kontroll më të mirë të hyrave që i kanë në trafik. Kujtoj, muaj më parë folëm për kuletën digjitale dhe ishte, nëse s'gaboj, një muaj falas për gjithë ata që do ta përdornin. Edhe kjo ndryshim i tarifave i bie drejt për drejt që qëllimi i komunës është që ta fuqizoj këtë, të themi, këtë projekt sa i përket transportit urban, po çka për ata të cilët nuk është që gjithë kanë informacionet sa duhet për këtë natyrë, të themi, përdorimit të saj. Sepse jo të gjithë në shoqërinë tonë kemi aftësi për të hyrë në një botë digjitale të pafund, me opsione pafund dhe të marrim një biletë. E vërtet, kemi fillu me më duket një vjet e gjysmë si ka, që kemi fillu me promovimin e kuletës digjitale, diku një ka aq kohë. Ndoshta nuk i kemi bë maksimumin, nuk i di, edhe pse ka qenë e pranishme në rrjetet sociale të kryeqytetit, ku kemi inkuraju gjithë qytetarët ta marrin në platformat që sot gjitha moshat ka një telefon smart në duar, andaj mendoj se në ato epat që i kanë aty munden me shkarku kuletën digjitale. Kuleta digjitale do e mundson çmimin më të mirë, është efikase, nuk ka pritje në rende dhe mendoj se do të bënë edhe shërbimin më të lehtë dhe më të mirë. Reformat që bëhen në trafikun e kryeqytetit, trafikun publik, nuk i takon vetëm biletës. Duke tentuar që trafikun urban dhe realisht shfrytëzimin e autobusëve të jetë më efikas në të ardhmen, ta përfshijmë në gjitha lagjet edhe fshatrat e kryeqytetit, jemi duke i vazhduar linjat edhe në disa lagje apo edhe në disa lagje të fshatrave që nuk kanë pas çastje më herët, qëllimi është që kemi më pak vetura në të ardhmen të kryeqytet. Sigurisht se edhe për këtë qeverisje e kryetarit Rama momentalisht në kryeqytet, qëllimi tona edhe projektet nuk do të zgjidhen brenda një viti, nuk do të zgjidhen brenda ndoshta një mandatin, jemi mandatin e dytë, jemi duke zbatu ato reforma të cilat i kanë bërë dhe shtetet më moderne në botë. Realisht kemi fillu me krijimin e flotës, kemi fillu edhe në trafikun urban, edhe në trafikun privat, modernizimin e trafikut. Realisht kemi kriju tripin transportin e Prishtinës. Është shumë interesant me përmend ku bileta ditore, varësisht qytetari shfrytëzon një autobus të trafikut urban apo atij publik, tarifat janë të përcaktuara edhe bileta është i njëjtë. Kjo ka qenë njëra prej asaj nismës së parë. Integrimin e gjithë autobusëve në një sistem monitorimi, digitalizimin komplet të flotave edhe private dhe publike, shfrytëzimin e kuletës digjitale për krejt transportin në kryeqytet, që përfundimisht tentojmë që në të ardhmen të kemi më pak vetura në kryeqytet edhe që transporti publik të tjetë opcioni parë për qytetarët e Prishtinës. Kjo është një sfidë, sigurisht se do e bëjmë bashkë me qytetarët e Prishtinës, përkundër dyshimeve, gjithmonë një ngritje një çmimit apo një ndryshim i një elementi të vogël apo tash drejtoria. Komentet gjithmonë janë, po preket drejt për drejt xhepi i qytetarit. Drejtoria e mobilitetit të ka në platformën e saj ndryshimin e kahjeve të rrugës, kalimin e rrugëve 2 kahore në 1 kahore, mbylljen e disa rrugëve, alternativa të reja, këto në start në kontaktin e parë me qytetarët që jetojnë ato zona apo në qytetarët që shfrytëzojnë ato rrugë krijon me dyshje, krijon një rezistencë
e cila është arsyetu pastaj me kalimin e kohës kur kanë filluar me shfrytëzu një rrugë tre apo një projekt me një produkt tri e kanë pas se e kemi mendu. Çdo veprim që e bën sot kryeqyteti sigurisht që nuk janë veprime vetanake, janë veprime të cilat inkuadron ekipe ekspertëve edhe nga brenda dhe nga jashtë, projekte të cilat i kemi pa jashtë dhe po mendoj me i funksionalizu në kryeqytet. Zotri Baqinovci, kretë kjo rritje dhe nëse shohim prej asaj që e përmendet nëse veç mbesim në këtë botën digjitale nuk do të vlej nëse mund të themi, po cilësohet si një barë financiare për qytetarët, sepse ne po jetojmë në një kohë ku gjithçka është shtrejtuar, çdo çmim është 2-3 fishuar dhe jetesa po bëhet gjithnjë e më vështirë. Të paktën kjo është ajo që na thot tereni, ajo që na e thot jashta, të themi studiove dhe zyrave tona. Si janë përgjigjur qytetarët? Keni pasur kritika, komente rreth këtij vendimi? Nuk ka pas kritika, më tregova gjithmonë pas çdo vendimi që marrim ka një formë më dyshje, revolte, cila puna jonë është sigurisht se të përshtatemi, të pranojmë edhe kritikat. Patjetër. Sigurisht se po. Mendoj se gjitha këto lëvizje që po i bëjmë kryeqytet janë dobitë qytetarëve. Edhe ne jemi ty u mundu me lehtësu jetën e qytetarëve në gjitha aspektet. Mendoj se komunikacioni është njëra prej problematikave më të madhe që ka kryeqyteti, jo vetëm viteve të fundit. Problematika e cila ka përcjell që 2 dekada me rresht, për arsye se qyteti është duke u rrit në atë formën, sa unë ka njerë bëj me shaka se ne nuk kemi në komunë Prishtinës kapacitete edhe ligjore, edhe teknike me përcjell atë ritëm i cili është duke ardhur. Andaj, ndryshimet që bën gjithmonë bën me një projekt afatgjat, duke lehtësuar, duke e mundësuar qytetarët të kenë çdo ditë më të lehtë, edhe më të qasshme. Andaj, ndryshimet e çmimeve nëse tash e diskutojnë këtë problematikën botërore në përgjithësi me rritjen e derivate, me një pasiguri politike dhe sociale, ajo derivan deri tek ndryshimet e çdo produkti që e kemi bazë. Për me dhënë këtë shërbimin që po jep trafiku urban bashkë me trafikun privat, edhe ata ka një kosto për cilën duhet me investu dhe për me marë. Kryeqyteti si që dini edhe me trafikun urban edhe me publik e ka një subvencion që ka fillu prej vitit të kaluar, ku i subvencionojnë kilometrat e kaluara edhe paguajnë për to. Një pjesë realisht paguën kryeqyteti, një pjesë paguajnë qytetarët që i shfrytëzojnë këto shërbime. Andaj, edhe kjo rritje ndërlidhet me këtë lloj subvencionimi, tentojmë që mos tjetë barë vetëm e komunës së Prishtinës për shkak edhe buxhetit të limituar. Për shkak se vetëm këto... Pra, po themi që këto mjete do të përdoren edhe për të ndihmuar kompani. Sigurisht se këto... Jo vetëm për të bërë thjesht të themi promovimin e një çdo bilet e blerë do të kthehet në investime në të ardhmen, po flasim për trafikun në kryeqytet. Andaj mendoj se kjo është shumë e rëndësishme, mos tjetë barë vetëm e kryeqytetit, për arsye se ju thash ne subvencionojmë transportuesit tanë, buxheti është shumë i limituar. Vetëm vitin e fundit kemi shtuar linja të reja. Kemi zgjatur linja të reja, 2-3 linja të reja vetëm në fshatra, në pjesën më periferike, veriore të kryeqytetit që e lidhe me shtetet tjera. Andaj mendoj se bara duhet të ndahet një farë mënyrë, në mënyrë proporcionale që të krijojmë një transport të qëndrueshëm i cili në të ardhmen nuk do të ketë probleme. E qartë. Dhe me që jemi në fund të kësaj bisede, vetë fakti që kemi një, të themi, përkraje të kuletës digjitale, na le të nënkuptojmë që e ardhmja sa i përket trafikut urban në kryeqytet po shkon drejt një digitalizimi të plotë, apo jo? Jemi duke mundu gjitha shërbimet në kryeqytet, kanë fillu më herët ato pakot e certifikata, dokumenteve tjera të kalojnë atë sistem. Mendoj se ardhmja është komplet e digitalizimi, përveç asaj se cili person do të humbë më pak kohë, do të jetë më efikas, do të ketë shërbimin më të mirë. Mendojmë se në anën tjetër e kryeqyteti si një regulatori krejt këtyre veprime që bën, do të ketë një database. Data sot është më e rëndësishme se gjithçka tjetër, edhe do të ketë një bazë
ku e din saksisht efikasitetin e secili përdorues, lëvizjen e tij, se është komplet e rregulluar me digitalizim, edhe do e dim saksisht buxhetet edhe të ndërmarrjeve, edhe tona, edhe veprimet në të ardhmen. Dhe krejt në fund, sepse betëm duke thënë krejt në fund, për nuk mund mos e përmend, janë disa kategori të cilat kanë qenë të liruara nga pagesa në transportin publik, besoj që këto kategori nuk janë prekur me një vendim të tillë. Realisht, une para se marrë të njerë shikova kategoritë të cilat lirohen prej pagesës përdorimit transportit publik, atëherë janë shkollat e mesme, studentët, atëherë institucionet varëse të kryeqytetit bashkë me administratën edhe punëtorët e kryeqytetit, pastaj pjesa shëndetësore administrative dhe teknike, gjitha njësive të objekteve shëndetësore të cilat i menaxhon kryeqyteti. Më herët kanë qenë dini pensionistët, fëmijët më të vegjël, këto janë ato kategoritë edhe të gjithë veteranët edhe invalidet e luftës në duket janë ende në këtë paket. Në qartë. Kur mundemi me prit një, të themi, autobus elektrik ose këtë tramin e famshëm të kryetarit trama i cili komentohet në periudha të ndryshme. Sepse me që po flasim për një proces digitalizimi, me që po flasim për një proces shumë të rëndësishëm të themi lehtësimit të jetës së qytetarëve të këtij vendi. Atër transporti i Prishtinës ka fillu vitin e kaluar në riformatizimin komplet të linjave dhe të pajisjeve të transportit. Trafiku urban vetëm se është në një fazë ku përmbyllët me 30 autobus të rinj, të cilët do të i vijnë dhe me 50 sa kohë aktuale do e përmbush lotën me 80 autobus. Trafiku privat kanë nënshkruar një kontratë vitin e kaluar në përmbushjen e obligimeve që të jenë pjesë e riformatizimit komplet të trafikut urban, edhe ata janë duke e përmbushur atë formë, besoj më së lartu deri në fund të muajit, edhe ata do të sjellin autobuset e rinj, ku janë përcaktuar me kontratë, kryeqyteti ka kërkuar që autobuset me nivelin, me performancën më të vogël të jenë Euro 6, edhe ata superior të jenë elektrik. Kam dëgju se shumica disa janë bazuar edhe kanë porositur autobus më të rinj, për arsye se këtë subvencionimi që e përmenda, subvencionimi për autobuset elektrik do të jetë më i madh se sa ata tjerë të cilët përdorin ende benzinën apo naftën. Andaj shpresoj se deri në fund këtij vitit edhe kjo pjesë të përmbyllet, të kemi autobus të rinj me linja të reja, do e përmbushim atëherë çdo cep të kryeqytetit edhe fshatrave, edhe do e japim më të mirën për qytetarët. Uroj me të vërtetë. Faleminderit shumë për kohën dhe gjitha informacionet që ndahet. Faleminderit shumë edhe për juve që jeni gjithmonë drejt për drejt me qytetarët dhe kanë informatat për dorës të parë. Me kënaqësi më të madhe. Faleminderit shumë.